Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Perëndia e zhduku ushtrinë e elefantëve për t'i qetësuar Kureshët. Për hir të sigurisë së Kureshëve në Mekë dhe për hir sigurisë të dhuruar nga Zoti gjatë udhëtimeve të tyre, për tregeti në dimër dhe në verë. Shumë komentues të Kuranit janë të mendimit se këto ajete duhet shikuar si vazhdim i surës para saj. Kështu, kuptimi i tyre është: ne vepruam ashtu me ushtrinë e elefantit pikërisht për hir të Kureshëve, për hir të plotësimit të interesave të tyre, për të siguruar udhëtimet e tyre tregtare gjatë dimrit drejt Yemenit dhe, gjatë verës, drejt Shamit. Allahu i lartësuar i ndeshkoi ata që synonin t'i shkatërronin. Në këtë mënyrë, i madhruari ja ngriti lart ndërpopujt arab vlerën dhe rëndësinë e Qabes dhe të banorëve që kujdeseshin për të. Ata ishin shumë të nderuar dhe të respektuar nga njerëzit, saqë askush nuk i trazonte në çdo udhëtim që ndërmerrnin. Për këtë arsye, i lartësuari i urdhëron që të jenë mirënjohës ndaj tij, duke u thënë: ti qetësoj ata në udhëtimin që bëjnë dimër e verë. U tefsiru sure Kuresh, ajet 1. Le të adhurojnë pra Zotin e kësaj shtëpie Qabes. Le të adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie, le të adhurojnë atë të vetëm dhe të pashoq dhe vetëm ndaj tij të përkushtuar, me sinqeritet, të bindur dhe të nështruar, i cili i ushqen ngop ata nga uria dhe i siguroi nga frika, i cili i ushqeu pasurisë dhe i siguroi prej çdo frike. Furnizimi i mirë dhe i bollshëm dhe siguria nga çdo lloj frike janë nga mirësitë më të mëdha të kësaj dynjaje, për të cilat njeriu duhet të tregohet mirënjohës ndaj dhuruesit e vetëm të tyre, ndaj Allahut të lartësuar. Vetëm ty, o i adhuruari ymë, të takon lavdia dhe mirënjohja e plot për të gjitha begatit, të shfaqura dhe të fshehura. Allahu i lartësuar e ka përshkruar veten si Rabbul Bejt, Zoti i shtëpisë, edhe pse ai është Zoti i shtëpisë dhe i gjithçkaje tjetër. Ky posaçërim është bërë për të treguar rëndësinë dhe madhështinë e Qabes. Ajo është shtëpia ku adhurohet i madhruari dhe ai është Zoti i saj.